Sop dielli që sillte dritë ndriçim në shtëpi për çdo ditë. Shtati rritej. Bukuria formoi dita ditës. Dhe kjo nuk kishte si të mos bindë në sy të shoqërisë, e sidomos të vajzave. Edhe njëra prej tyre ishte zgjedhja e Ledionit. I veshur bukur, shik, menur, siç thot populli, ky djalë i ardhur nga bregu i lumit Vjos Shqipëri, që burimin e ka pikërisht në malet e Greqisë, i ardhur nga kopshti i luleve të shtëpisë së gjyshërve të tij, me ndjenjën e një njeriu që përcjell vetëm lumturi, nuk kishte se si të mos ofronte pranë vetes shoqe. E njëra prej tyre do t'ishte pikëzgjedhja e tij në fatin e sinisë së rinisë së bukur. 4 gushti për Julin dhe Ledionin do t'ishte pikërisht kërcimi i yjeve të nxehtë në prënin e të dashurave të tyre. Do t'ishte pikëllimi i syve mbi qiellin e ëndrave të tyre. Do t'ishte muzika e shpirtit që korte dashuri e kthente trupat e tyre rinor në një buzuk të paepur, ku tingujt ndërthureshin si një thirrje për të jetuar dhe ku elegjit rrinin pas derës në pritje të përfundimit të festës së dashurisë dhe nisjes së një feste tjetër, me autor Zotin dhe sofrën e tij hynore. Florika dhe fatosja të ditë të 5 gushtit shionin dallgët e detit vetmitar. Ata nuk e kuptonin se diku aty lart për mbi qiell, Zoti i përvjedhur nga tavolina e zakonshme e ditarit të ditës, po nënshkruan dhe disa dallgë firme të pazakontë. Ai mbante në dorë një letër Florind, ku fati i Ledios i parashkruar që në femini me kapjen e një motori në sinin e fatit vet, po merrte tashmë një trajt midis rreve të mëdha të bardha dhe shkreptimës së lotit të tyre. Data 5 gusht. Dielli atë ditë lindi si zakonisht. Edhe Ledio si zakonisht u nis për në punë. Duke i lënë hapësirë prindërve të tyre të shionin atë ditë deti, atë ditë pushimi, atë ditë ku valët si dele perëndish kërcenin e përmendin emrin e djalit të tyre, pa ndalur dhe pa matërisht. Telefonata të ëmbla, zëra që përcjellnin dashuri, thirrjet për drekim së bashku, lutjet për kujtesë në rrugëtim, gjithçka ishte praszakonisht. Një kërcitje e fortë shpartheu brenda fatosit. Një përmysje toke shpirtërore brenda Florikës. Një zhurmë autoambulance o shëtiu atjetej. Dhe befas një fjali therse. Oh, e humba djalin. Kjo është fjala më e rëndë që mund të zgjerë një prind prej vetes, prej zemrës së tij. Ende nuk e dinte se ishte i biri. E njohu më vonë. Pak më vonë, teksa pa buzët e tij, formën e fytyrës që e përkëdhelte për herë, ngjyrën e bukur të syve dhe me të gjithë lëkurën e tij të butë, si altar perëndish. O Zot, ç'dhimbje, ç'mënzyre pa kufi. Në çast njeriu nuk i beson asgjëje. As sinisë së fatit ku djali fëmijë ka zgjedhur një medalion floriri dhe një motor. Ndodhi, domethënë kishim ne si prindër, ndoshta edhe ai vet, kishim prerje edhe ai vet, po ne si prindër ishim si të kputur, si të prerë, si pa qef ishim edhe në plazh. Merr letin telefon, afrohet aty afër, do të një 2 minuta të vinte tek unë, afrohet afër më thot mua, babi ku je thot, se jam këtu, ku je ti, them unë filan vend. E mirë, hajde se po dalu në rrugë. Unë dalë në rrugë dhe prisja, aman ajo forca e erës makinave, më të më hithe mbërde se isha i kputur, që shqindroja. Prit, e po thashë, shumë vonuan, qëne? I marë në telefon se ngritë njeri. Në ato momente unë dëgjoj sinjalet e makinave të policisë, të ambulancave, të thashë. Kjo është dasma ime. Në atë moment marë makinën,
Edhe vetëm drejtimi që iknin ambulanca e zjarfikse e gjera, kur vete qunin tim qatë shikoje, edhe qyshe mbajtja veten, po Zotit të dhenë këtë forcë kur të bëhe një hata. Vajta dhe hodha sytë në ambulancat, se isha ambulanca aty, ja pash vetëm kokën ledës, e kishin fashuar, edhe me vrap thash, mos nuk është ky. Mu duk që ledu, po kjo pra syçani, i qmendun vete, nuk më punon të mendja, në atë kove të gjej shikoj shokun e tia, të rrotë e makinës, e kishin mbështjell me qarqaf, i ngre qarqaf i shikoj, nuk mu duk ledi. Nuk mu duk ledi në kohën vete shoh motorin, se e njifja motorin. Shoh motorin kishin shenjë që ja dhia, e që o bo, thash. O bo, që më bere fola 2-3 herë, e rash një kokës me grushe. Në atë kohën flasin sa shqiptar, thonë, orë, burë, qa e ke, s'munda të këthea përgjigje, ika, dhe qa do t'i thoshe, me ndoshja, qa t'i thoshe Florix? Qa është ta? Nuk do vemi të ha me djalin, nuk do vemi të se ka vrar kemri të shë në spital. E është në spital e sa spital. Kur shkojmë në rrugë, shikon kjo makinat karambole, tutje, se ishi makina shumë, shikon atë shokun e ledit shtrirët e që ish me qarqaf, se këshin hequr akoma, dhe vemi për në spital. Ndijenim diqka. Kishim lënë makinën 2 ditë para, kishim lënë makinën në parking. Kishim marrë 2 shishe me verë. Kur vete burri e gjenë të tyër 1 shishe verë. Nuk e dinim që do rëndoste. E më thoshe gjithmonë se ajo shishe e thyër. Mos më vide mendje si nën. Si çdo nën tjetër nuk e afron të keqen. Po rrinim të dy që venim plazh, po rrinim ullur aty, prit s'ka u vonua. Kur vjen thot, hajde shpejt, i thash, erdi djali. Hajde, më thamë. Erdi djali, tash. Hajde dhe se ka bërë karambol. Është vrar shumë. Hajde shpejt. Hajde shpejt se djali ka bërë karambol. E ikëm rrugur, s'kur vajtë shikoj një, shokun e ti e gjithë shtrirë, më luar. Ta është fatosë, djali ka vdekur. Jo, në tonë, më këshaj. Shoku tia. Vajtë në spital. Ati e s'na linin, asë për të hyrës. Rani me shpresa. Vetëm thash këtë e kjere ledi, morim qaf shokun. Nuk e dje, nuk e afron të nena, vdekjen e fëmis. Edhe kur më thaj që, hajde se do ikim shpi. I thash, po djali këtu, arë se do vemi shpi. Vemi shpi të se djali mbaroj. Qa mund bëja, si që gjithë nenat e tjera.